LSDM propozon pako ligjesh për uljen e çmimeve të naftës dhe ushqimeve. Gjykata e Tetovës amnistoi anëtarët e grupit Vojvoda, të cilët rrahën 2 nxënës shqiptar. Nisi procedura për përjashtimin e Petre Shilegovit nga LSDM-ja. Shilegov dhe Filip që akuzojnë njëri tjetrin për bashkëpunim me VMRO. Një personi maskuar i vë benzinë makinës së kryetarit të komunës së Shultës. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Ulje e TVSH-s nga 18 në 5 denar për derivatet, ulje të akcizës për 4 denar dhe 0 TVSH për produktet ushqimore. LSDM paralajmëron se do të paraqes një pako masash me të cilat, siç thot, ulen çmimet e naftës dhe ushqimeve. Kjo rritje e çmimeve të derivateve, thot Filip, që mund të rrisë edhe çmimet e ushqimeve dhe të rrymës. Ai akuzoi qeverinë se nuk po ndërmerr asnjë masë për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe paralajmëron se LSDM do të paraqet një propozim për uljen e çmimeve të naftës dhe ushqimeve. Filipçe deklaroi se ato do të dorëzojnë një pako ligjesh në kuvend me qëllim që t'ju ndihmojnë qytetarëve ta tejkalojnë më lehtë këtë krizë. Së pari, një ligj për uljen e normës së TVSH-s nga 18% në 5% për karburantët, duke ulur më tej akcizën për 4 denar. Ligji i tretë është e heqja ose ulja me 0% e TVSH-s për produktet bazë ushqimore dhe ligji i katërt është e përgjysmimi i çmimeve të taksave rrugore që qytetarët tanë paguajnë kur vozisin në rrugët në të gjithë vendin. Ai shton se të gjitha vendet në rajon tashmë kanë marrë masat e duhura për t'ju ndihmuar qytetarëve, që sa më lehtë ta tejkalojnë këtë krizë. Vetëm qeveria jon, thot ai, nuk bën asgjë për t'u kujdesur për qytetarët. Filipçe thot se rritja e çmimeve të derivateve mund të sjellë edhe rritje të çmimit të rrymës. Nuk janë në pyetje vetëm çmimet e naftës. Ky shtrejtim i çmimeve të naftës do të sjellë edhe shtrejtim të ushqimeve të produkteve ushqimore bazë, eventualisht edhe të rrymës. Pastaj, edhe nëse çmimi i naftës në bursat botërore stabilizohet dhe ulet, nëse ndodhin këto rritje çmimesh, asgjë nuk do t'i ulë çmimet përsëri. Çmimet e derivateve të naftës që sot janë rritur për 6.5 denar, kurse vetëm para 7 dite u rritën 14.5 denar. Profesori universitar Abil Baush vlerëson se qeveria duhet të reagojë përmes mekanizmave rregullator për të parandaluar rritjen e flagrante të çmimeve. Ai ka deklaruar se kjo është e nevojshme në një periudhë kur ekonomia po përballet me inflacion prej 2.9%. Ndalimi i manipulimit të çmimeve në tregun e produkteve ushqimore përbën një nga sfidat kryesore ndaj të cilës qeveria duhet të reagojë përmes mekanizmave rregullator dhe sanksioneve. Profesori universitar Abil Baush thekson se ky fenomen kërkon ndërhyrje të menjëhershme institucionale, sidomos në një periudhë kur ekonomia e vendit po përballet me inflacion prej 2.9% dhe me nevojën për zbatimin e masave stabilizuese. Por ama të ne duke ditur prej përvojave që i kemi pas nga spekulimet e çmimeve të cilat bëhen te kompanitë tona për fat të keq, mund të ketë një farlloj rritje të çmimeve, por jo se vjen simbas asaj të cilat ka impakt i krizës. Kjo duhet pak të kalojë, kjo krizë duhet patjetër një kontinuitet që të reagojë. Por ama për këtë arsye duhet institucionet shtetërore të jenë më vigjilent, dhe duhet edhe të dënojnë këto akte të cilat bëhen në bazë të shpekulimeve, edhe duhet të shohin se duhet marrin masa urgjente që këto çmimet mos lëvizin. Sipas tij, tensionet gjeopolitike si konflikti amerikano-izraelito-iranian mund të ushtrojnë presion mbi tregjet ndërkombëtare. Megjithatë, rritja e çmimit të naftës nuk duhet të transmetohet automatikisht në çmimet e produkteve ushqimore, pa një bazë reale në kostot e prodhimit dhe furnizimit. Duhet patjetër të shifet se ku ka, cilat operatorë ekonomike bëjnë këtë pjesën e shpekulimeve dhe të dënohet. Te pjesa e çmimeve të derivateve të naftës duhet patjetër të
të verifikohet, të zbatohet ligji, ajo është se secila kompani distributore 60 ditë naftë rezerve do të ketë për kompani tona dhe distribuimi i produkteve. Do të dim këtë punë se nuk bëhet brenda ditës, por bëhet në baza të planifikimeve të cilat i bëjnë kompanit. Dhe do duhet të shikohet se ku bëhet ky devijim, prej të prodhuesi deri te konsumatori final. Dhe këto të dënohen në dënime më të ashpra, jo këto dënime të cilat parashikohen tash. Për të parandaluar rritjen e çmimeve dhe manipulimin e tyre, kryeministri Hristian Mickovski ka realizuar takim me rrjetin e marketeve më të mëdha në vend, po edhe ka paralajmëruar luftë pa kompromis ndaj atyre që dëmtojnë buxhetin e qytetarëve, duke manipuluar çmimet e produkteve ushqimore. Megjithatë, vlen të theksohet se brenda vetëm një jave në vendin ton, me vendim të Komisionit Rregullator, çmimet e derivateve të naftës janë rritur për plot 21 denar. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se qeveria ka pësuar debakël pasi çmimet e derivateve të naftës për një javë janë rritur 30%. BDI edhe një herë i bën thirrje qeverisë që të shqyrtojë seriozisht propozimet e tyre për krizën ekonomike. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se qeveria ka pësuar debakël pasi çmimet e derivateve të naftës për një javë janë rritur 30%. Bashkimi Demokratik për Integrim njofton qytetarët se nëse nuk implementohen urgjentisht masat e propozuara nga kjo parti, çmimet në përgjithësi mund të rriten mbi 10%, gjë që do të rëndojë ndjeshëm buxhetet familjare në vend. Kjo qeveri nuk ka kapacitetet e duhura për të menaxhuar krizat që ndodhin edhe 2000 kilometra larg vendit. Për këtë arsye, qeveria duhet menjëherë të shkarkojë ministrin e ekonomisë, i cili duket se nuk ka as vizion dhe as plan për menaxhimin e krizave ekonomike. BDI edhe një herë i bën thirrje qeverisë që të shqyrtojë seriozisht propozimet e BDI-s, të cilat do të kenë mbështetjen e tyre të plotë nëse masat për mbrojtjen e qytetarëve procedohen dhe miratohen në kuvend. Vetëm një person është dënuar me dënim me kusht për rrahjen e 2 nxënësve shqiptar nga tifo grupi Maqedonas Vojvodat, klubit futbollistik Tetex, ngjarje që ndodhi në fillim të vitit shkollor në shtator. Pas ankesës së të dëmtuarve në përputhje me ligjin për drejtësi për fëmijët, Këshilli për Fëmijë në gjykatën themelore Tetov me 13 shkurt 2026 e holli poshtë ankesën dhe e konfirmoi vendimin, than nga prokuroria publike. Kujtojmë se në shtator të vitit 2025 tifo grupi klubit futbollistik Maqedonas Tetex, të njohur ndryshe si Vojvodat, kanë rrahur 2 nxënës të shkollës së mesme ekonomike të Tetovës. Policia më pas arrestoi 2 persona, ndërsa kreu bisedë informative me 16 të rinj. Më pas, prokuroria themelore publike e Tetovës ngriti procedurë kundër një të rrituri dhe 7 të miturve për veprën penale dhunë. Ish avokati i popullit Naser Ziberi e cilësoi si të gabuar dhe të pritshëm qëndrimin e kreut të gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski lidhur me përdorimin e Shqipës në njoftimet për qytetin e sigurt. Ndërkohë, ish antari i Këshillit Gjyqësor Milazim Mustafa kritikoi Kostadinovskin për mosnjohje të kushtetutës, duke rikujtuar se edhe gjua shqipe është gjuhë zyrtare në vend. Ai gjithashtu akuzoi partitë maqedonase për mungesë përgjegjësie dhe trajtim të padrejtë shqiptar ndër vite. Gjykata kushtetuese dhe deklarata e kreut të këtij institucioni Darko Kostadinovski të bërë disa ditë më parë, ku tha se njoftimet për qytetin e sigurt dërgohen në gjuhën maqedonase dhe mund të dërgohen edhe në gjuhën angleze, por jo edhe në gjuhën shqipe, ka qenë temë diskutimit në emisionin Debat në Shenja, ku të ftuar kanë qenë ish avokati i popullit Naser Ziberi dhe ish antari i Këshillit Gjyqësor Milazim Mustafa. Ziberi e ka cilësuar si të gabuar dhe të ngutshëm vendimin e kryetarit të gjykatës kushtetuese lidhur me njoftimet për gjoba përmes SMS-ave. Ziberi tha se një vendim i tillë ishte i pritshëm, duke pasur parasysh, sipas tij, strukturën dhe mënyrën e funksionimit të gjykatës kushtetuese, si dhe drejtimin e saj aktual. Ishte edhe i pritshëm edhe i gabuar. I pritshëm duke pas parasysh strukturën e asaj gjykate. Njeriu e parë i cili e drejton gjykatën, mënyrën e vendosjes në gjykatën kushtetuese dhe kur të kien parasysh gjitha këto rrethana, nga ky aspekt po them që ishte i epilog i pritshëm.
por që është i gabushëm, është pa diskutim i gabushëm, sepse nuk është i mbështetur në dispozitat kushtetuese dhe ligjore. Aq më tepër ju e cituat deklaratën e tij, ku në një pjesë ai thotë se me rëndësi dhe më rëndësi do të ishte sikur këto lajmërimet qytetarëve të jenë në gjuhën angleze. Ndërkaq, Milazi Mustafa theksoi se Konstantinovski duhet të ketë të qartë se përveç gjuhës maqedonase, edhe gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në maqedoninë e Veriut. Sipas tij, me deklaratat e tij, kreu gjykatës kushtetuese e ul pozitën e institucionit që përfaqëson, duke treguar siç tha mungesë njohurie për dispozitat kushtetuese që ai vetë duhet t'i mbrojë. Asnjë juridik as politik nuk kisha titulluar se nuk përcjell ndonjë mesazh politik, të them kushtimisht, por me këtë kryetari i gjykatës kushtetuese e ul vet pozitën e vet dhe ul pozitën e kryetarit apo të parit të këtij institucioni, fillimisht duke mos e njohur mirë kushtetutën, atë që duhet ta mbrojë ai, aty ku është ulur dhe ku është zotuar se duhet ta mbrojë. Ai duhet ta di edhe këtë punë se së bashku me gjuhën maqedone, gjuhë zyrtare në Maqedoni është edhe gjuha shqipe. Edhe duhet ta përmendë edhe këtë punë. Pastaj ai gabon kur thotë se të gjithë qytetarët janë të obliguar që ta njohin gjuhën maqedone. Nuk ka asnjë ligj që obligon qytetarët që ta njohin gjuhën maqedone. Mustafa kritikoi edhe partitë kryesore maqedonase për mungesë vizioni dhe përgjegjësie në udhëheqjen e shtetit, duke theksuar se që nga pavarësia e vendit kanë luajtur her pas here me fatën e shqiptarëve. Ish kryetari i qytetit të Shkupit Petre Shilegov pritet të përjashtohet nga LSDM-ja. Kryetari i partisë Venko Filipçe pretendon se Shilegov është i shantazhuar dhe po punon në favor të VMRO-s dhe tha se është e qartë se duan ta rrëzojnë LSDM-n. Ndërkohë ka reaguar Shilegovi, i cili ka thënë se LSDM nuk është prone askujt, aq më pak e një grupi që të bëhen pazare për lirinë e tyre. Pas njoftimit të fundit të LSDM-s se bordi ekzekutiv i partisë mori vendim dhe inicoi procedurë për përjashtimin e Petre Shilegov nga antarësia e LSDM-s, ka reaguar edhe lideri i LSDM-s Venko Filipçe. Ai akuzoi se Shilegovi është i shantazhuar dhe po punon në favor të VMRO-DPM-s dhe tha se është e qartë se duan ta rrëzojnë LSDM-n. Po luftojmë për mbijetesën dhe për të ardhmen europiane të shtetit dhe nuk do të lejoj që VMRO-DPM përmes individëve ta përçajë dhe ta ndajë këtë parti. Kemi të bëjmë me një pushtet kriminal dhe të korruptuar, që nuk mund të bëj asgjë për të ndalur rënien e sondazheve, e cila është e dukshme. E vetmja gjë që mund të bëjë është ta përçajnë partinë dhe në këtë mënyrë të sundojnë. Ne këtë nuk do ta lejojmë. Ndërkaq ka reaguar edhe ish kryetari i qytetit të Shkupit Petre Shilegov, i cili po ashtu ka akuzuar udhëheqësim për bashkëpunim me VMRO. Ai tha se me nisjen e procedurës për përjashtimin e tij nga LSDM-ja janë konfirmuar pretendimet e tij se udhëheqja aktuale e Lidhjes Social-Demokrate po vepron me marrëveshje në favor të VMRO-DPM-s dhe interesave të partisë në pushtet e jo për LSDM-n dhe antarësinë e saj. Ai po ashtu tha se iniciativa për përjashtimin e tij është marrë në kundërshtim me statutin e partisë. Nëse kanë lexuar statutin dhe aty në bordin ekzekutiv duke qartë se nuk ka kush ta lexojë, atëherë do ta kenë të qartë se përjashtimin e një antari të LSDM-s e ban organizata komunale ku ai bën pjesë, në të cilën kryetari Filipçe ka hyrë por herë të parë kur është zgjedhur kryetar. Do ta lus këtë udhëheqje të LSDM-s të largohet dhe ta çliroj partinë. LSDM është parti që ka krijuar Maqedoninë e pavarur, është parti e mira njerëzve të shquar. LSDM nuk është pronë një grupi që të bëhen pazare me të për lirinë e tyre. Kujtojmë se bordi ekzekutiv i LSDM-s dje mori vendim për të iniciuar procedurë për përjashtimin e Shilegovit nga antarësia e partisë, pasi ai në një paraqitje televizive një ditë më parë paralajmëroi se së shpejti një grup më i madh i socialdemokratësh do të kërkojnë ndërheqjen e udhëheqësisë aktuale. Në orët e hershme të mëngjesit është vënë zjarri i makinës private të kryetarit të komunës së Shutkës, Kurto Dodush. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se një person i maskuar ka derdhur benzinë mbi automjet dhe pastaj i ka vënë flakën.
Kryetari i komunës së Shuto-Orizarës së Kurto Dudush në orët e vona të natës është përballur me një situatë të rëndë, pasi vetura e përdorur nga ai, e cila është në pronësi të bashkëshortës së tij, Fatima Osmanovska, i është vënë zjarri dhe është e djegur gjatë orëve të natës. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se veturën së zjarrit një ka vendosur një person i cili ka qenë i maskuar. Më 17 mars 2026, në ora 3:50, në SPB Shkup, është raportuar se në zonën e Shuto-Orizarit është djegur një veturë e tipit Range Rover me targa të Shkupit në pronësi të FO, 37 vjeç nga Shkupi. Kamerat e sigurisë kanë regjistruar një person të maskuar që ka derdhur benzinin mbi automjetin, pas çka ai është përfshirë me njëherë nga zjarri. Incidenti është vërejtur më njëherë nga pronarët e veturës, pas çka ata më njëherë kanë reaguar. Nga ky zjarr nuk ka persona të lënduar, ndërsa flakët janë shuar pas ndërhyrjes së brigadës së zjarrthikësve të Shkupit. Policia ka kryer mbikëqyrje në vendin e ngjarjes për të zbardhur rrethanat e plota të rastit. Konflikti në lindjen e mesme është futur në ditën e 18, edhe dita e sotme nisi me sulme nga të tre palët e përfshira në konflikt. Teherani shenjestroi sërish ambasadën amerikane në Irak, por mbrojtja ajrore amerikane arriti të shkatronte raketat para se të arrinin objektivin e tyre. Irani nuk u ndal vetëm në Bagdad, mediat e huaja raportuan se edhe Abu Dhabi ishte në shënjestrën iraniane sot. Sulmet iraniane goditën edhe fushën e naftës, shah një ndër më prodhim më të lartë hidrokarburanteve në vendet e gjirit. Ndërkaq, ministri i mbrojtjes i Izraelit ka njoftuar të martën se ushtria izraelite ka vrarë Ali Larianin, kreun e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, një figurë kyçe e regjimit dhe e lidhur ngushtë me gardën revolucionare. Ministri po ashtu tha se ushtria izraelite gjithashtu kishte vrarë generalin Golam Reza Selejmani, kreun e forcës vullnetare basi të gardës revolucionare. Kuvendi i Shqipërisë ka shpallur Iranin shtet sponsor i terrorizmit, ndërkohë i ka bërë thirrje qeverisë së Shqipërisë që të shpallë organizata terroriste Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe Hezbollahun. Rezoluta për shpalljen e Republikës Islamike të Iranit si shtet sponsor i terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste u miratua në seancën e sotme parlamentare me 79 vota pro, një abstenim dhe asnjë kundër nga 140 deputet që ka Kuvendi i Shqipërisë. Në seancë nuk ishin të pranishëm deputetët e partisë më të madhe të opozitës, Partisë Demokratike dhe disa deputetëve të partive të tjera opozitare. Kuvendi i Shqipërisë dënon me termat më të ashpëra veprimet të qeverisë së Iranit që mbështesin, mundësojnë ose kryejnë akte terrorizmi, operacione hibride dhe aktivitete destabilizuese në rajone të ndryshme të botës, thekson rezoluta duke shprehur solidaritet të plot me vendet mike të Gjirit Arabik dhe me Turqinë. Komisioni Evropian ka konfirmuar se janë hequr të gjitha masat financiare ndaj Kosovës. Kjo u bë e ditur gjatë debatit për raportin për Kosovën u zhvillua në Parlamentin Evropian. Mund të konfirmoj se Komisioni Evropian ka liruar të gjithë ndihmën financiare që më parë ishte nën masa dhe gjithashtu po planifikojnë të riangazhohen plotësisht me homologët tanë në Kosovë në mënyrë që të rikthejmë Kosovën në rrugën e duhur në agjendën e saj të BE-s. Tha përfaqësuesi Komisionit Evropian. Gjatë debatit u shpreh keqardhje për vitin e humbur në Kosovë për shkak të ngërçit politik që përshkoi tër vitin 2025. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian theksoi se vendi ishte në një paralistë plot politike, e cila kishte pasoja edhe në procesin reformues. Është për të ardhur keq që pasiguria dhe ngërçi politik kanë ngadalësuar ndjeshëm reformat e nevojshme që Bashkimi Evropian pret nga aplikantët, të cilët janë gjithashtu qartësisht jetike për vendin. Ka shumë fusha në të cilët Kosova ka bërë regres të ndjeshëm gjatë vitit të kaluar, ka thënë Rio Teras, raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentjen, bashkë me Rupafshin.